Pas përfundimit të shkollës fillore, të gjithë nxënësit shkojnë në një shkollë të re. Shpesh është e vështirë për prindrit të vendosin se cila shkollë është më e përshtatshme për fëmijën e tyre. Prandaj, është shumë e rëndësishme që prindrit dhe mësuesit të bisedojnë me njëri tjetrin rregullisht. Për të marrë këtë vendim, prindrit duhet të njihen me llojet e ndryshme të shkollave. Pas klasës së 4 ka këto lloje të shkollave. Haupt dhe Werkrealschule për shembull, mbështesin fuqishëm talentet praktike. Nxënësit përgatiten për jetën e punës që në klasën e 5. Prandaj, kjo shkollë është e përshtatshme për fëmijët që preferojnë aktivitete praktike dhe kanë nevojë për më shumë kohë për të mësuar. Fokusi praktik është gjithashtu i rëndësishëm në Realschule, por aty ka edhe shumë lëndë teorike, si historia dhe kimia. Kjo për shkak se nxënësit aty përgatiten për punë, si dhe për testin e maturës. Fëmijët që pëlqejnë punën praktike, por gjithashtu kënaqen me mësimin, janë në duar të mira në Realschule. Fokusi praktik është më i dobët në gimnazium. Aty nxënësit përgatiten posaçërisht për testin e maturës. Nxënësve u mësohen më shumë lëndë dhe praktikojnë disa gjuhë. Fëmijët që mund të mësojnë në mënyrë të pavarur dhe të kuptojnë shpejt kontekstet janë ideal për gjimnazin. Gemeinschaftsschule synon t'i drejtoj fëmijën drejt mësimit të pavarur. Në varësi të aftësive, fëmijëve u jepen detyra të ndryshme dhe mësojnë gjëra të ndryshme. Kjo shkollë është e duhur për fëmijët që mund të organizohen vetë dhe të kenë aftësi të ndryshme në lëndë të ndryshme. Fëmijët me nevoja të veçantë arsimore mund të ndjekin një shkollë speciale, një SBBZ. Atje, mësuesit trajtojnë në mënyrë specifike problemet gjatë mësimit apo zhvillimit. Gjithashtu, fëmijët me aftësi të kufizuara mund të mësojnë mirë në SBBZ. Pasi prindrit të jenë njohur me llojet e shkollës, ata duhet të vëzhgojnë nga afër fëmijën e tyre. Sa mëson ai në mënyrë të pavarur? Sa shpejt i kupton ai shpjegimet? Ku ka probleme ai? Ata gjithashtu duhet të pyesin fëmijën e tyre për dëshirat e tij ose të saj. Është mirë nëse ata mbajnë shënime. Më pas, prindërit mund të diskutojnë shënimet me mësuesin. Mësuesit gjithashtu mbajnë rregullisht shënime për performancën e fëmijëve, për aftësinë e tyre për t'u përqendruar, talentet apo edhe entuziazmin e tyre për të mësuar. Gjëja më e rëndësishme në këtë vendim është të vlerësoni realisht aftësitë e fëmijës suaj dhe të zgjidhni një lloj shkolle që nuk është as shumë e lehtë dhe as shumë e vështirë për fëmijën. Në parim është ende e mundur që shkolla të ndryshohet më vonë. Fëmia duhet të ndihet të rehat në shkollën e re. Atëherë, mësimi do të shkojë pa probleme. Prindërit dhe shkolla vendosin së bashku se cilën shkollë do të ndjekë fëmia juaj pas klasës së 4. Fondacioni Prindërve ofron informacion në lidhje me procesin e saktë të vendimarrjes në video Navigator BW, kalimi në klasën e 5.